mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti me ambasadorët e vendeve të Kuintit. Dy interpretime krejtësisht të ndryshme. U dhanë për një takim që u mbajt në ndërtesën e qeverisë së Kosovës mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti me ambasadorët e vendeve të Kuintit. Qeveria i vuri në pa vetëm pasojat për blokimin e procesit të antarësimit në Këshillin e Europës dhe integrimin e Bashkimin Evropian, e jo edhe shkakun zvarritjen e formimit të institucioneve të reja. Disa minuta pas takimit, qeveria doli me një deklaratë përmbledhur duke e vendosur në qendër të diskutimit çështjen e kahershme të Kosovës për antarësim në Këshillin e Europës. 5 fjali, asnjëra nuk e përmendi urgjencën për formimin e një qeverie të re, temë që sipas ambasadorëve mbizotronte takimin. Për me pas më të qartë këtë që po e them, po ju kallëzoj se çka ka thënë ambasadori gjerman Jörn Röhde. Röhde në postim tregoi që zëvendësi i tij që ka qenë në takim dhe kolegët nga Kuinti i kanë thënë Nikoqirit, Albin Kurti, se Kosova ka nevojë për qeveri të re dhe të qëndrueshme madje. Por nuk ka reagu veç Röhde. Ngjashëm si ai, edhe Ano Pratipati, e ngarkuara me punë e SBA-s në Kosovë, e konfirmoi se pikërisht formimi i qeverisë së re ka qenë çështja kryesore e takimit. Para lajmërim të drejtë për drejtë se status quo nuk i shërben askujt, ka thënë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian, Aive Orav. Sipas tij, më së paki kjo situatë i shërben rrugës europiane të Kosovës. Edhe ambasadori britanik Jonathan Hargreaves ka treguar se gjatë takimit ka inkurajuar që sa më shpejt të jetë e mundur të formohet qeveria re në mënyrë që të përparohet në çështje jetësore siç bllokimi i fondeve dhe integrimi euroatlantik. Nevojën për qeveri të re e ka theksuar edhe ambasadori francez Olivier Guéraud, që thotë se integrimi europian nuk ecën pa qeveri të re, kurse homologu i tij italian Maurizio Antonini po ashtu përsëriti nevojën për formimin e institucioneve që të përparohet në integrime euroatlantike. Kosovës i kanosen pasoja të mëdha nëse nuk e tejkalon ngërçin institucional që është krijuar nga moskonstituimi i kuvendit. Çdo ditë e humbur i kushton me zvarritje në proceset integruese dhe me vonesa në përfitimin e miliona eurove nga Bashkimi Evropian.